Limi ishte ullur pranë Benitës prej kohësh, aq sa prania e tij ishte bërë e dukshme për të gjithë. Krahu i tij qëndronte i mbështetur mbi të, jo me forcë, por me atë lloj afërsie që nuk kërkon leje. Ishte një gjest i vogël, pothuaj i padukshëm për dikë që nuk donte ta shite, por mjaftueshëm i fortë për të ndezur gjithçka. Benita nuk reagoi menjëherë. Rinte e qetë në dukje, por supet i kishte të ngrira. Syt i lëviznin pak, sikur kërkonin një rrugdalje, ose ndoshta thjesht po përpiqej të mbante kontrollin. Ajo nuk donte të ishte shkaku i ndonjë shpërthimi, por e dinte që situata po tensionohej. Alba i kishte parë të gjitha. Që në momentin e parë nuk i kishte shpëtuar as krahu i limit, as afërsia, as mënyra si ai sillej sikur gjithçka ishte normale. Fillimisht u përpoq ta injoronte. I tha vetes se po e egzageronte, se ndoshta po keq kuptonte. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente se diçka po i bëhej përpara syve, diçka që e prekte drejt për drejt. Acarimi i saj u rrit ngadalë. Jo si shpërthim i menjëhershëm, por si një val që mbledh forcë. Frymëmarrja ju rëndua, duart i mbajti të shtrënguara mbi prehër. Çdo buzëqeshje e limit, çdo lëvizje e vogël, ishte një goditje e re. Dhe pastaj nuk duroi më. Pse po ma bën këtë gjë? Tha Alba, më shumë e lënduar se sa e zemëruar, por zëri i saj doli i mprehë. Dhoma u qetësua menjëherë. Bisedat u pren. Të gjithë kthyen kokën. Limi nuk u largua nga Benita. Përkundrazi, ju afrua edhe më shumë. Ishte një veprim i qëllimshëm, një provokim i hapur, sikur donte ta shtynte Alban deri në kufi. Mos e bëj kaq të madhe, tha ai, me një ton që nuk kërkonte qetësi, por dominim. Ka gjëra që sqarohen më mirë sa të dalim jashtë. Fjala ra rënd. Alba e ndjeu menjëherë peshën e saj. Nuk ishte ftesë. Ishte paralajmërim. Një mënyrë për ta ulur, për t'i treguar se ai kishte kontrollin. Ajo u çua në këmbë. Ti po më kërcënon? Pyeti, duke e parë drejt në sy. Benita lëvizi më në fund. U kthye nga Alba, jo me turp, por me një shprehje të ftohtë, pothuaj sfiduese. Kishte duruar mjaftueshëm. Dhe fjalët që doli të thoshte nuk ishin të rastësishme. Problemi yt, tha ngadalë, është se nuk je e zonja me ia bërë qejfin. Alba mbeti pa fjalë për një çast. Limit qejfin ja bëjnë të tjerët, vazhdoi Benita, pa e ngritur zërin, por me një siguri që lëndonte. Gjithmonë ka dikë tjetër. Këto fjalë nuk ishin thjesht ofendim. Ishin goditje e drejt për drejt. Alba ndjeu një nxehtësi në kraharor, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Syt ju mbushën, por nuk derdhi asnjë lodh. Nuk donte t'u jepte kënaqësinë. Limi heshti. Nuk e mohoi. Nuk e ndaloi Benitën. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e rrezikshme, që tregonte se situata i pëlqente. Ti mendon se kjo është forcë? Tha Alba më në fund, me një qetësi që erdhi pas stuhisë. Të lëndosh, të provokosh, të poshtërosh? Askush nuk u përgjigj. Minutat kalonin ngadalë. Çdo sekond dukej e rëndë. Ajri ishte